Bergjin, hajde, ma kap dorën. Shiko, tani mund të vi dikush. Bergjin, hajde të lutem më ndihmo. Bergjin, mos bëj marrëzi, çfarë po bën? Bergjin? Bergjin, ku po shkon? Bergjin? Jora, ndoshta ka shkuar të kërkoj ndihmë. Nuk ka se të më lërë këtu vetëm. Do të kthehet, do të sjell ndihmë dhe do të kthehet. Hajde, mendo, Asla, mendo. Gjej diçka para se të vijaj. Gjej diçka. Derisa të vi ndihma, gjej një zgjidhje. Hajde. Mendo. Mendo. Eja këtu të thash. Ku është Asla? Ku janë vajzat? Fol! Ozan, qetëso. Ku është vajza ime? Ku është vajza ime? Ku është Asla? Fol more, çfarë ke bërë? Ku janë? Duhet të largojmë që këtu. Duhet të shpëtoj nga këtu. Hajde, Bergjin. Hajde, mblidhe veten. Ku është motra jote? Apo mos... Ashtu. Po fle. Çfarë dëshironi nga ne? Për momentin vetëm rrini urt. Të lutem mos e zgjo. Mbrëm nuk fjeti as pak. Të lutem, lëre të pushoj edhe pak. Le të flej. Pse nuk hangre ti? Nuk më deshi shpirti mua. Pse po na mbani këtu neve? Kur do të na lironi? Shhh. Do ta zgjosh motrën. Të lutem, Bergjin. Shpejto. Të lutem. Çfarë po thoni ore? Betohem se nuk di asgjë. Nuk kam dieni për asgjë. Mos më gënje. Ku janë vajzat? Asla është dukur. I kanë ndodhur gjë vajzës time. I kanë bërë diçka. Je vetëm njeri që mund të bëj keq je ti. Lëri tani këto mashtrime. Më thuaj ku janë vajzat? Çfarë i kanë ndodhur vajzës time? Çfarë ka ndodhur me bien time? Çfarë? Bëra mendon se me fëmijë ke punë? U shfaqe ty dhe të nesër me vajzat u zhdukën. Ore, çfarë po thua ti? E kupton se çfarë po flet? A ka baba që do t'i bëj keq fëmijës së vet? Unë jam baba. Baba jam. Ha? Një baba jep jetën që të mos i preket asnjë fije floku fëmijës së tij. E kupton çfarë po thua? Në rregull.
Kam bërë gabimin e të kaluarën edhe unë. Por po përpiqem që t'i rregulloj të gjitha. Betohem se po përpiqem. Mos u beto kot maskara! Njerëz të paturpshëm si ti i njoh nga syt. Mashtrues, ku është vajza ime? Ku është vajza ime, të thash? Ku është Berçini? Ku është Asla? Për ndryshe nuk do të më shpëtosh gjallë. Mjaft. Ora po i them se nuk e di. Që janë zhdukur e mora vesh nga ju. Po ta dia të vrapoja unë i pari pas vajzës time. Çfarë menduat ju? Atëherë pse po ikin në Rusi, ha? Nuk the se doje të pajtohesh me familjen? Për të punuar. Për të siguruar bukën e gojës. Çfarë mendove zoti Tarik? Jeta është e vështirë për njerëz si ne. Kam dal nga burgu pas një lek në xhep. Kush do një baba të tillë? Doja të fitoj ca para që të mund t'i ndihmoj vajzës time. Kaq është kjo. Nëse atyre do të që ju preket një fije floku, ta di se do të vras Xhengiz. Të beton të të vras! Unë po shkoj të njoftoj policin. Ju vazhdoni me kërkimet e tuaja. Për atë pjesë jemi kujdesur ne. Tani do të vish me ne. Ec! Përshëndetje Elil. Si po shkon kursi, ha? Mësimet mirë? Nuk të shqetëson njëri, apo jo? Nëse të ngacmon dikush ma thuaj. Vëlla Koraj, më the se kishe diçka shumë të rëndësishme për të më thënë, ja ku erdha, fol çfarë do tani. Pikërisht këtë cilësi tënde në pëlqej. Edhe unë jam kështu. Njeriu duhet të jeti drejt për drejt. Nëse nuk ke diçka për të thënë, nuk ka pse ta zgjatesh. Vëlla Koraj, do ta thuash? Do ta them. Do ta them, por nuk e di si do ta presësh. Po ta them të drejtën këtu. Ai djali po të gënjen. Kush po më gënjen mua? Ai Jazja, si e ka emrin. Ej Lyl, ai djali është shumë i pasur, në rregull? Nuk ta tregon, por ka shumë para, ta dish. O zot, sa e të mërshme është kur nuk mund të bësh asgjë. Po si kur t'jetë ndodhur diçka vesë time. Nuk dua të mendoj, por nuk mund të mos e mendoj. Kam shumë frikë, zonja Zhylide. Zonja Hedje, ju lutem mos mendoni gjëra të këqija. Do ta shikni ju, Ozani dhe Taroku do t'i gjejnë të dyja dhe do t'i sjellin. Shpresoj. Sibeli erdhi. Ajo ende nuk din asgjë. Unë do t'ja shpjegoj me kujdes asaj në rregull. Ai, çfarë po ndodh, Zhylide? Tariku më tha të lija çdo gjë të vija më njëherë. Po i telefonoj nuk përgjigjet, as Berçini nuk e gjej. Në rregull, Sibel. Eja. Mos po pastroni diçka. Sibel e dashur, eja ulu pak dhe qetëso. Ka diçka që duhet ta dish. Çfarë po ndodh, Zhylide? Mos ka ndodhur gjë fëmijëve tan. As Berçini nuk po e gjej. Të lutem mos më trem, të lutem. Çfarë ka ndodhur? Berçini. Çfarë ka vajza ime? I ka ndodhur gjë lules ime. Berçini dhe Aslı janë zhdukur. Që t'je nuk mundemi të kontaktojmë asnjërin prej tyre. Sibel? Sibel? Sibel! Po vëlla. Si janë punët andej më tërgo? Vajzat s'po bëjnë telash, apo jo? Jo vëlla. Njëra e hangër çorbën dhe po flet tani. Por vajza e ti Dinaku Xhengiz doli kokfort. Ajo nuk e hangër. Mirë, le të mos e pi. Le të ri zgjuar. Sot gjithsesi vjen klienti. Si të urdhrosh vëlla?
Ku mbete Bergjin? Rregullohu pak se sot do të ikesh. Ku? Atje ku do të doj pronari yti i ri. Çfar pronari? Çfar më rrezish po thua? Hape këtë derë. Ndim, a ka dikush që më dëgjon? Hape derën po të them, mallkuar qofsh hape. Çfar doni nga ne? Çfar? Në çfarë makthi kam rënë kështu? Të lutem Bergjin shpejta. Të lutem. Po tash i je makinën që ka ai djalë nuk do ta besoje. Nuk është makinë që blihet duke punuar si njeri i zakonshëm. Më beso. Është i pasur nga familja. Ashtu. Po, unë ta kam thëmë që më parë. Këta të pasurit janë dinak. Kur shohin njerëz të ndershëm si ne, përpiqen t'i mashtrojnë me njëherë. Edhe ky Jazi e ka shpikur atë gënjeshtë vetëm që të fus në grack. Patjetër, të kuptoj valla. Unë ta thash. Mos e lër të mashtroje të hedh hi syve. Le të shkoj të merret me dikë tjetër, ha? Edhe ti përdore pak mendjen. Ha? Ajo makina luksoze për cilën po flet ti që ka minibusja, po jo? Edhe në hipi çdo ditë në të. Jo, prit. Ku është vajza ime? Foli mallkuar, fol! Zonja Hedie, ju lutem qetësoni pak. Ju lutem. Hedie, shiko, ta betohem që unë... Mos u beto kot! Më thuaj ku është vajza ime? Ti erdhe dhe ajo u zhduk. Ku është Asla? Ku është Bergjini? Fol! Dëgjoj mirë mua, nëse di diçka dhe nuk po e tregon, do ta paguash shumë shtrenjtë. Të betohem, po më akuzoni pa të drejtë. Sot do i bëja keq vajzës time. Hedie, shiko, më beso se dhe unë jam i shqetësuar sa ti për Aslin. Për atë vajzë nuk tregove dashuria edhe një herë? Pikërisht për këtë arsye nuk i besoj asnjë fjalë që thua. Gjengis, të lutem të përgjërohem. Thuaj të vërtetën, të lutem. Shiko, a nuk je fare ndërgjegje? Ku është vajza ime? Me kë është? Ha? Hajde ta gjejmë, të lutem, po sikur të jemi vonë, po sikur t'i ketë ndodhur diçka. Zoti e ruajt, Hedie. Me ndihmën e Zotit do ta gjejmë as të shëndoshe mirë. Mos u brengosti. Atëherë më thuaj ku është vajza ime? Nuk duroj dot më, unë jam nën. Do t'jepja jetën për vajzën time. Më thuaj ku është, si është e urritur, në çfarë po bën ajo? Nuk e di se si ndjehet, të lutem. Hedie, prej nga ta di unë, nga... Dola nga burgu dhe erdhe t'ju kërkoje falje. Nuk më lata as t'i afroheshe, as të flisja me to. Tani më thoni se i kam bërë keq vajzës time. A i bën ndonjë gjë keq prindi fëmijës së vet. Mjaft. Të dhe unë jam baba. O Zot, ruaj e vajzën time ti. Të lutem merre jetën time, por mos lejo t'i ndodhe asaj asgjë. Në rregull, zonja Hedie, uluni, qetësoni pak. Edhe unë jam baba. Zonja Hedie, mos u shqetëso. Do ta zbulojmë ku janë. Do t'i gjejmë vajzat tona. Do të bëjmë diçka që është në dorën tonë. Vajza do t'i gjejmë shëndoshë mirë. Ju lutem gjeni. Në shpirtin tim, vajzën time. Nën, ka marrë shumë malli për ty. Kush e di në çfarë gjendje je? Sa shumë duhet jesh duke u shqetësuar për mua. O Zot,
A Zot, të lutem, më shpëto që këto. Do të largojmë nga këtu. Është faji. Që nga fillimi gjithçka është faji. Është mëkati im. S'duhet ta fajsoni vetën, zonja Edi. Por ju mos u shqetësoni. Fajtorët e vërtet do të marrin dënimin që meritojnë. Nëse është e nevojshme, do të kërkojmë në çdo gur në Ankara derisa t'i gjejmë vajzat. Berqen, ku je vajza ime? Ku je vajza ime? Tarëk, gjeje vajzën tonë. Sibel, në rregull do t'i gjejmë, të dyja vajzat do t'i gjejmë shëndoshë mirë, mos u mirakosni. A i pyet e shoqet e sajti? E morën në telefon edhe Pelinën. I kam telefonuar gjithë. Askush si ka parë dhe si ka dëgjuar. Ende nuk kemi asnjë lajm. Mua më mjafton të gjendet Berqini. Çfarë po thua, moj Sibel? Të paktën në këtë mos u bëj egoiste. Jeta e askujt nuk vlen më pak se e tjetrit në këtë rast. Do t'i gjejmë të dyja. Zonjë, të shkojon t'i laj duar dhe fytyrën. Ku është banja? Në fund të korridorit. Po shkojon të pi ilaqin tim. Ti bërelëm gjithë shka, apo jo? Idiot! Duke munduar të bëje një punë për pak para shkatrove gjithë shka. Nga dalë, zonja Sibel, nga dalë. Që nga mëngjesi kam dëgjuar lloj-lloj fyerje. Jam ngopur deri në fyt me ty. Ma nga dalë pak. Po ta nxjerru një natin mbi ty do e shohësh se çdo të gjej. I pa aft ti, ku është vajza ime? Çfarë i ke bërë asaj? Unë nuk kam lidhje me vajzën tënde. Ti erdhe tek unë dhe më the tash du kastën. E bëra pra. Tani në vend që të më falenderosh, po më sulmon mua. Mjaft më. Edhe vajza ime ishte me Aslan. Duke rëmbyer Aslan, rëmbeve edhe vajzën time. Moja e kupton ti, nuk kam asnjë lidhje me zhdukin e vajzës tënde. Dëgjo mirë, një parazit. Të tjerët mund t'i mashtrosh sa të duash. Për mua jo, nuk më intereson. Do të gjesh me njerë vajzën time dhe do ma sjellësh. Për ndryshe do të denoncoj në polici. Vërtet. O, sa shumë u tremba. Por bes po dridhem nga frika. Në rregull? Hajde shko në polici. Hajde.